Shenja psikologjike që tregojnë se partneri juaj është duke ju tradhtuar. Numër 1. Interes i ri për pamjen e tyre. Nëse partneri juaj, i cili më parë nuk tregonte shumë kujdes për pamjen e tij, papritur fillon të shkojë në palestër, të përdor parfum ose të blejë të brendshme të reja, mund të jetë një shenjë që po përpiqet të impresionojë dikën tjetër. Tradhtarët shpesh mundohen të duken më tërheqës, sepse në mendjen e tyre ndihen sikur janë përsëri në treg. Numër 2. Privatësi ekstreme me telefonin. Nëse ai ose ajo e ruan telefonin, e mban gjithmonë të kyçur, nuk e lë kurrë pa mbikëqyrje dhe e merr me vete kudo. Kjo mund të jetë sepse po fsheh mesazhe ose biseda dhe ata e dinë që nëse e shihni, e vërteta mund të zbulohet. Numër 3. Nervozohet shpejt dhe kërkon sherr për gjëra të vogla. Kjo mund të jetë një mënyrë e pavetëdijshme për të justifikuar veprimet e tyre. Nëse e bindin veten se lidhja tashmë është e keqe, ata mund të ndihen më pak fajtor për pabesnikërinë e tyre. Numër 4. Mungesa të pashpjegueshme. Tradhtia kërkon kohë. Nëse partneri juaj papritur fillon të dalë më shpesh se më parë dhe vazhdimisht ka justifikime si punë deri vonë, takim me miq apo për të bërë disa punë që më parë nuk ishin të zakonshme, kjo mund të jetë një shenjë që po krijon mundësi për të kaluar kohë me dikën tjetër.